Të ndërruar Allahu xhallahu ala në shumë situata të vështira që ka kaluar ato Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë fasbir, bë sabër. Ndaj kjo është këshill, është udhëzim hyjnor. Allahu xhallahu ala e ka këshilluar njeriu më të dashur të tij që në situata të tilla të bën sabër. Mi po qysh kjo sabër? E para të ndërruar që duhet të pas parasysh tek sabri në situata të pakëndshme, situata të vështira është se me bën një pyetje ku përgjigjja e saj është qetësim për zemrën. Kjo sprovë që më ka godit, kjo e pakëndshme që më ka godit, kjo situatë e vështirë që po kaloni për te, kush e ka caktuar? Kush e ka leju me ndodh? Allahu te baraka taala. Pavarësisht që mund tjetë shkaktari kësaj ndonjë njeri, ndonjë person caktuar, ajo është shkaktar, po ai që ka lejuar realisht me ndodh kush është? Allahu te baraka taala.